Ky është momenti kur ty të hapet dosja. Kjo është pyetja momenti i parë, që të hapet dosja. E kanë hap dosjen kur e kanë hapet din ata pastaj qysh. Edhe kështu muhabet nëse kështu. Mirë po kërkova për studime. Lutje Ministrisë Arsimit, lutje Komitetit Ekzekutiv të Rrethit Durrësit, as që mora përgjigje që e kemi marrë as se kemi marrë lutjen. Shkoj viti i parë, mësuesën ka vaj me mnon aty, me 8 vjeçare, për gjuhën edhe leximin letrar, letërsin. Bëj lutje kërkes prap vitin e dytë. Absolutisht as përgjigje që e kemi marrë, as e kemi marrë lutjen për studime. Më thonë ata, emigrat Kosovë, tha, një gjohë, tha, neve tha në ka sigurimin dorë, tha. Çka thonë ata, bon komiteti ekzekutiv, ministria, të gjithë. Po është tha një burr atje, tha, në sigurim, tha, që kemi takuar njohëm, e tha, që nuk të rrenë, tha. Tot po jo, po mirë, tha, që po jo, më sjellin studime, më sjellin ta di, ta flej mendje, natën e mirë, kur gjo kërkuj. Shkoj e kërkoj këtë burr. Unë se nisha i mnitet, këshëm pa dosjen teme atje shënimet e ku po di unë. Doli, hym klub, muhabet, kafe, konjak, për Kosovën, jo po kështu, jo po ashtu. Dikur më 20 minutave pyesën, thash, a menon thash byroja politike për Kosovën? Unë shtet për karrige. Këta shokët e mesit thash që më thoshin, jo budall, po super budall, si e ke bo këtë pyetje, ti e ke vunë dyshim byroën politike. Byroja politike menon për gjithë botën, për gjithë proletariatin, për gjithë kështu, jos po menon për Kosovën, po përësi se ke bo këtë pyetje. Unë shtet për karrige, po më shikonte, unë po shikoja qetë. A e di tha që mos me të njoftë, unë tash i ti vej hekur atë qojnë burg. A di thash që të mos më kishin përshkru se çfarë burri e kursat sa kisha bo këtë pyetje? Qof, tha, kimi fillu odisejade në për Tiranë. Nga ora 10 pa 20, e deri në orën 2 mas mesnate, duke u sorollat kafe, a ishe një ndër ata me peshë ministri të mbrëmshme, me familje shumë të fortë, 5 vllazën, një vlla kishe general atë pas gradat në ushtri, 3 ishin sigurim shtetit, ky ishe kryetari i degës, ashtu e quhen, kryetar sektorit sigurimit që mirën me Jugosllavinë, me këto. Si quhej ai? Skënder Baçka. Dhe kimi përshku pim birë të Partizani, një lokal. Birat qënë me derdojtë. Ku që ka qenë atëherë, ku është kisha, sot e tërë, ka qenë park, të Tirana pa zhvillume. Hajde thatë, fani për shprejnë, për mjerim, thatë, ministrit, jo, thash mund, ka dhe kur jemi me mundë dhe ti mundesh. Na duke për plasë, pse nuk na binin në shkollë? A luftohet revizionizmi Jugoslav me njerëz me shkolla pa shkollë, jo me njerëz me shkollë, pse nuk na binin në shkollë, tha ke drejt. Do më thonë, për shumë sene për plasë. Fol për ashtu, unë e flitë qalirëshëm, kur i pyta më për byron, atërë u qaja, u prisha jo, barjera, si me thone, muhabetit, atë e lirëshëm. Edhe, në fund, usos myllëshin lokalet në orën 11, të gjitha lokalet në Tiranë. Vetëm dajti, punat e dhe në orën 2 për të huj. Ka ty zgudzon të kush me hynë, shqiptar, zotin në rujt, ishe tabu atje, nuk gudzon të kush me hynë, se arrestonin me njerë. Shkum atje, duke bërë muhabete nga më të ndryshme të tjera, dikur dolem, tha, do vishta të unë në shpi. Jo, i thash nuk vi, se unë e disha që më kishin thonë që oficer të ushtrisë dhe oficer të sigurimit nuk mujnë me marë njerës, mysafire tjera, edhe qofshin edhe të afërm tyne, pa qenë sigurt me partishmerin ata njerës do më thonë të që nuk vi. Jo, tha do vish hajtë se të vejo.
A shkum katë se ishe bo ora 2 mëngjesit. Deri në orën 4 sadë, kështu të fsa ushtrim pak sa me thonë. Kështu në orën 5 kusur qoba unë me marrë trenin me shku në kavaj më këthy. Ky ka qena e përshtypja parë edhe. Mirë po, këti njeriu të lash një përshtypje të jashtëzakonshme unë. Edhe u bom jo qytetar, po u bom miq edhe shok. Unë kom bisedu me këtë njeri, marrë mraps gjithë shka më vonë. Njëherë po më thotë kështu. Digjo tham, mos bisedo tha, mos fol kërkun, asë në shtëpitë tone, sa e dinte që më përgjojnë, po si shë sektori ti, sektor tjetër. Asë mos i beso, tha jakës këmishit tënë. Vetëm këtu në shtëpitë teme, se këtu mu nuk më përgjojnë. E në shtëpitë ti kemi bo muhabete për gjithë shka. Në nuk bëshë muhabete me për i Shqipnin. Po, mas kalloj që bëshë ndaq parti, ndaq për shtet, ndaq kështu, ndaq për Kosovë, ndaq për trajtimin, e për tjera, të tjera. Edhe një ditë po më thotë, në shtëpitë ti, kur po bisedonim, tha, digjon, tham, a di që me na një gjuhë sigurimi, tha, mu më rjepin, tha, po edhe ty të po shkatojnë. Ti e ke marrë dosjen e sigurimit. Po, një gjohë, tha, me midis tjerave, në Ministri dhe Brendshme, tha, është një listë. Këta njerëz nuk duhet të dalin kur nga burgu. Unë e di plot rase, po një ras, po them, e kishin dënu njenin me 20 vjet burgim, heqe lirie. I mbajtin 20 vjet, dhe u përshëndet me shok të burgut e tjera, për lirojnë dhe me ki mushin 20 vjet. Dole ne, pas 70 metrave, 2 oficer sigurimi te, e filoni, po hajde, armike, po, kërmano, po, në burg, 2 jalan shehit, edhe 10 vjet tjera. S'duhi me dalë kur nga burga të një. Në 69-ën e hoqen nga sigurimi. E qunë drejtor shkolle, me rrogë më të mirë, me makinë, drejtor shkolle sigurimit. E di thash pse po të heqen? Thash sepse ti thash u familiarizove me dhe edhe kisha atjen dosje e kom shënimin, ky po e mbron për mu, atjen, ku me ditë në to, hakat atje, po e mbron, si duke tha, ky ka dhonë parë, us kisha parë për vete, po i kanë qenë kësi farë horës, e kësi farë beteres, atjera. Ai zoti na ruajte. Ti ke qeni për cjellun, ke qeni për gjumë? Tashi, në vitin 1967 u bo plenumi i lidhës shkrimtarëve dhe artistëve për letërsinë dhe artet. Unë e mora fjallën aty, më kërkun fjallën. Edhe diskutova që trajtimi, e botova librin e parë dhe thonë se pa që në botë, ai i tronditi kretë sepse ishe një poezi ndryshe. Atëre shkruhej, kali fluturon, partizani shkon, këtër, vërë, kur gjos ishe atë. Kjo ishe një poezi ndryshe dhe ata shokë të mikë që këshote, kishin thonë, na erdhe një migjen i ri për mu. Nese, kom dhe shokë sa dhe gjallën dhe dy. Dhe, plenum e mora fjallën, trajtimi i temës të shqiptarëve të Kosovës, të përbujtën, të persekutuar, të burgosur, të masakruar e tjera, është një ndihmë që i jepet partisë punës për ndihmën kundër revizionizmit jugoslav. Sepse atë është më i madh se shteti. U qu sekretari i komitetit partisë të rrethit Tiranës, tha, unë tha ty ta pres fjalën. Këto i ka përcaktu, tha Stalini. Dimitar Shuteriqi, shoku Akim, tha, po të regon një suspicio, dëshim, ndaj partisë dhe me kështu, 10 minuta pushim, dole në koridore, u ndeshëm me sekretarin, ba me ram, bam, atjere. Thash edhe unë e kom lexu Stalini, po Stalini si duket nuk i ka pas parasysh rrethonat tona. Ta mi thonë tash me shoh Stalinin që ishin edhe mu